Ramazani, udhërrëfyesi I besimtarit. Ramazani nuk është thjesht një muaj në kalendar. Ai është një shkollë shpirtërore. Një periudhë e kufizuar në kohë, por e pa kufizuar në mëshirë. Është muaj në të cilin besimtari nuk lufton vetëm urinë dhe etjen, por lufton vetveten. Sepse qëllimi I Ramazanit nuk është dobësimi I trupit, por forcimi I shpirtit. Allahu I Madhëruar thotë në Kur'an: O ju që besuat, agjërimi është bërë obligim për ju që të bëheni të devotshëm. Devotshmëria, kjo është fjala kyçe e Ramazanit, dhe për të arritur atë, besimtari duhet të jetë I vetëdijshëm për çdo moment të këtij muaji. Çdo vepër fillon me qëllim, dhe Ramazani fillon në zemër, para se të fillojë në trup. Besimtari duhet të agjërojë me sinqeritet, jo nga zakoni, jo nga tradita, por për hir të Allahut. Profeti Muhammed a.s. ka thënë: kush agjeron në Ramazanin me besim dhe duke shpresuar shpërblimin, do t'i falen gjunahet e kaluara. Kjo do të thotë se Ramazani është një mundësi për një fillim të ri, një mundësi për të pastruar të kaluarën. Agjërimi dhe namazi janë të lidhura ngushtë. Nuk mjafton të ndalosh nga ushqimi. Duhet të ushqesh shpirtin me namaz. Namazi është lidhja direkte midis robit dhe krijuesit të tij. Në Ramazan, besimtari duhet të kujdeset për namazin në kohë, namazin me përkushtim, namazin e natës, veçanërisht teravit, sepse në këto momente zemra afrohet më shumë tek Allahu. Ramazani është muaj në të cilin zbriti Kur'ani, prandaj është muaj I leximit, reflektimit dhe kuptimit të tij. Besimtari duhet të përpiqet të lexojë çdo ditë, edhe nëse është pak, sepse Kur'ani nuk është vetëm për t'u lexuar, është për t'u jetuar. Çdo ajet është udhëzim, çdo fjalë është dritë për zemrën. Një nga gabimet më të mëdha është të mendosh se agjërimi është vetëm ndalim nga ushqimi dhe pija. Profeti a.s. ka paralajmëruar: ndoshta një agjërues nuk fiton nga agjërimi I tij vetëse uri dhe etje. Kjo ndodh kur njeriu nuk ruan gjuhën e tij. Besimtari duhet të largohet nga gënjeshtra, përgojimi, fyerjet, fjalët e kota, sepse fjala mund ta ndërtojë ose ta shkatërrojë shpërblimin. Ramazani është muaj I dhënies, muaj I ndjeshmërisë ndaj të varfërve. Profeti a.s. ishte më bujar I njerëzve. Dhe në Ramazan bëhej edhe më bujar. Edhe një vepër e vogël ka vlerë të madhe në këtë muaj. Një sadaka, një ushqim për një agjërues, një ndihmë për një nevojtar, sepse Allahu shumë fishon shpërblimin. Ramazani kalon shpejt. Ditët kalojnë, netët kalojnë, dhe para se ta kuptojmë, ai largohet. Besimtari duhet ta mbrojë kohën e tij nga gjërat e kota. Më pak shpërqendrim, më pak humbje kohe, më shumë përmendje Allahut, sepse çdo moment në Ramazan është I çmuar. Ramazani është muaj I faljes, muaj kur dyert e mëshirës hapen. Besimtari duhet të kërkojë falje shpesh, të pendohet për gabimet e tij, të kthehet tek Allahu me sinqeritet, sepse Allahu e do robin që të kthehet tek ai. Pendimi është fillimi I paqes së zemrës. Agjërimi është durim, durim ndaj urisë, durim ndaj etjes, durim ndaj emocioneve. Ramazani e mëson njeriu të kontrollojë veten, ta kontrollojë zemrimin, ta kontrollojë dëshirën. Ky është trajnimi shpirtëror që e bën besimtarin më të fortë. Besimtari në Ramazan jeton midis dy ndjenjave, shpresës në mëshirën e Allahut dhe frikës se mos veprat e tij nuk pranohen. Ky ekuilibër e mban zemrën të gjallë dhe të përulur. Ramazani është një udhtim, një mundësi që nuk zgjat për gjithmonë. Është muaj në të cilin zemrat ndryshojnë, muaj në të cilin shpirtrat pastrohen. Prandaj, kujdesu për namazin tënd, kujdesu për fjalët e tua, kujdesu për zemrën tënde, sepse ndoshta ky Ramazan është Ramazani që do ta ndryshojë jetën tënde për gjithmonë, dhe ndoshta një vepër e vogël në këtë muaj do të peshojë më shumë se një jetë e tërë.